listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be and he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo? The friendly little bunny. O zoti i madh, çfarë rrëmuje? Kjo dhomë është bërë tamam si një stall derrash dhe shoqja jote Xhudita është duke ardhur. Duhet ta rregullosh tani, Milo. Por mami, nuk është aq rëmuj. Ashtu të duket? Mirë pra, do ta rregulloj me një herë. Çfarë është ajo? Shiko mami, çadra e indianëve. Kisha harruar fare se ku e kisha vënë. Si thua mami, të luaj për jashtë që mos ta bëj dhomën time rëmuj? Të lutem. Tani për tani ti duhet të rregullosh vetëm dhomën tënde. Unë përtoj të pastroj gjithë të rëmuj. E ku ti bëhet vonë për këtë? U mërzita, më dëgjon? Më erdhi në maj të hundës, në maj të hundës. Oh, mjaft më bërtit e mua. Gjithmonë një avaske. Ti nuk më ndihmon fare, për asgjë. Nuk duroj dot më. Oh, dhe ti mendon se bëre ndonjë gjë të madhe vetëm se ngritet çorapet e mia? Ti mendon se je bashkëshorte e përkryer? E përkryer ose jo, unë nuk mundem më, nuk kam më fuqi. Edhe unë nuk mundem më, Vanessa, po iki. Vetëm frikacakët largohen, George. Iku babi. Eja Milo, shkojmë të luajmë. Unë dua që të shikoj brenda çadrës tënde. Shiko atëherë. O zot. Ufa, sa i mërzitshëm që je edhe ti, po iki fare unë. I ka shtu si qiku babim. Babi yt? Ku shkoi ai? Nuk e di fare. Ai pati një zëng me mamin dhe pastaj mami shau. Dhe ti nuk e di se përse? Jo, unë duhet të pastroja dhomën dhe nuk e pastrova. Mami ma la detyrë, base shfajim që prindrit e mi u zun. Në asnjë mënyrë, Milo. Më mirë po shkojmë të rregullojmë dhomën tënde. Babi nuk duket akoma, ndërsa mami shndron e mbyllur në dhomë. Dëgjoj Xhudita, po sikur prindrit e mi të mos jetojnë më bashkë? Kjo është ajo që njerëzit e quajnë ndarje bashkëtorë. Kjo ndodh kur prindrit zihen me njëri tjetrin. Si mami dhe babim. E di, prindrit e mi janë të ndarë dhe prap se prap ndonjëherë është shumë e vështirë të jetosh në dy shtëpi. Unë kam 2 bicikleta, 2 dhoma gjumi. Mos u mërzit, Milo. Jam e sigur që prindrit e tu do të pajtohen. Miru pafshim, Milo. Miru pafshim. Ku të ke shkuar babi? Nuk e di, zemra ime. Ti me babi nuk do ndajeni vetëm se u zemëruat. Jo, fare. Babi? Babi! Më fale, dashur. E di, Milo, që zënga midis meje dhe mamit nuk ndodhi për shkakun tënd. Babi dhe unë jo gjithmonë bijem dakord, por një ndarje bashkëshortore ndodh atëherë kur mami dhe babi nuk janë me të vërtetë të lumtur së bashku. Dhe ne jemi shumë të lumtur. Dhe nuk duam të ndahemi as pak. E kuptoj se çfarë do të thuash. Edhe unë zihem ndonjëherë me Xhuditën, por pastaj ne pajtohemi gjithmonë.
listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be when he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo, the friendly little bunny? Po ikëm, babi? Po, është vonë dhe më duhet të shkoj në zyrë. Unë dua të vi që të punoj me ty. E po, shiko, puna është se unë nuk kam shumë kohë që të kujdesem për ty. Të lutem shumë, babi. E di, mbase ndonjë ditë të bëhem inxhinier si ti, babi. Milo, nuk ka shkollë sot mbasdite, George. Mirë, atëherë shumë në rregull. Shkojmë. Wow! Shkëlqyshëm! Unë do shkoj të punoj me babin. Dikush duhet të merret me sistemin e alarmit. Wow! Përshëndetje, Milo. Mirëmëngjes, George. Kemi djalin me vete? Mirëmëngjes, ky është djali im Milo. Dhe kjo është zyra ime. Zyra jote është vërtet e madhe. Babi, a kanë shumë punë inxhinierët? Po, shumë dhe shumë dhe shumë. Dhe ti shndron gjithmonë në zyrë? Ndonjëherë dal për të takuar njerëz. Po njerëzit e tjerë që punojnë këtu, a janë të mirë? Po, sigurisht. Po ti? Milo, nëse nuk të vjen keq, mos më bëj më pyetje. Kam shumë punë për të bërë dhe nuk kam kohë për të biseduar. Babi, a fiton shumë lek? Aq sa për të mbajtur familjen time dhe sa për të u plotësuar edhe ndonjë tek. Ulu atje tani. Më duhet të punoj tani. Kështu që nëse unë do të kisha një punë, do fitoja lek. Dhe do mund të blija një makinë të bukur. Dhe një shtëpi të madhe, me një garazh të madhe të bukur, ku mund të parkoja makinën time. Dhe do të mund të blija dhurata për mamin tim dhe për ty. Babi, a mund të bëjmë një pushim të vogël? Të lutem. Më vjen keq, por kjo nuk është e mundur, Milo. Kemi, George. Unë kam marrë për dosën e sistemit të instalimeve elektrike. Kjo është. Ç'kemi, Milo? Pa më thuaj, do të bëhesh inxhinier si babi yt? Mirdita, po, sigurisht. Ashtu është. Po, ashtu është, por është e rëndësishme që t'i kemi gati të hënën në mëngjes. Milo, unë mbarova, thehemi në shtëpi. Po, dakord, e kuptova. Me imitove në mënyrë të shkëlqyer, Milo. Mirë atëre, jam e sigurt se ti nuk e prisi që ytati ishte kaq i zënë me punë. Jo, vërtet nuk e prisja, ai ka gjithmonë diçka për të bërë. Atëherë më thuaj, a do të bëhesh inxhinier? Po, por jo tani me një herë. O, jo? Përse kështu? Së pari unë dua të shkoj në shkollë që të takoj shokët e mi. Dhe gjithashtu, mua më pëlqen kur mësuesja na tregon gjëra të reja në shkollë. Po ti ke shumë të drejtë, Milo.
each other. He listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be when he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo, the friendly little bunny? Mirë, unë po iki. Të tjerë duhet të jenë duke më pritur. Miru pafshi, Milo. Të lutem kujdesu për babin tënd. Mirupafshi, mami. Milo dhe unë do t'jemi shumë mirë vetëm. Apo jo, voglush? Po, babi, ne mati do të shkojmë dhe te parku lodrave. Shkëlqyeshëm, Milo. Ja kalofshi mirë. Mua. Do të kënaqemi, ho, babi? Patjetër, parqet e lodrave janë shumë të mira. Ah, më duket se është mami. Unë gava trenin me rota dhe pastaj shkova te treni fantazm dhe ëngra kokoshka me flok sheqeri. Mirë, mami, të dua shumë. Mere, babi. Ç'kemi, Vanessa? Po, të dy jemi mirë. Jo, nuk ishte shumë njerëz dhe ju kënaq shumë. Dhe mua më ka marrë malli. E po, miru pafshim së shpejti. Hajde tani, Milo, shkojmë të përgatisim një darkë të shishme për veten tonë. Po! Haha, ti dhe unë jemi mbretërit e makaronave. Wow, ka aron vërtet të këndshme. Shumë e shishme, babi. Mirë, tani të fikim dritat. I gjumë të ëmbël, Milo. Babi? Babi? Çfarë ke, Milo? Mua më dhe barku. O, prita shikoj. O, nuk është asgjë, Milo. Je vetëm pak i lodhur nga dita e lodhshme që kaluam. Jam vërtet shumë keq, babi. Kur unë jam sëmur, mami më bën çaj me barëra. No, mirë. Por, pasi ta pish, do të flesh gjumë. Patjetër, babi. Sa natë gjatë do të jetë? Çfarë po bën ti aty? Milo, ktheu në shtratin tënd tani. Mere, pije çajin tënd. Është shumë e nxehtë. Pastaj mami ma përgatit me 2 peta sheqeri. Oh, i shkreti, Milo. Atëherë unë them se ty do të pëlqente më shumë sikur të ta sjellte mami filxhanin me çaj. Po, Po ti e di që mami do të kthehet nesër. e di, por Por çfarë? nuk po gjej batanien e vogël. Batanien tënde, Milo? Unë mendova se ti nuk e përdorje më atë. Ashtu është. Për sonte kam nevojë. Pa të shohim tani. Nuk që nga këtu. As këtu, as atje. As atje. O, nuk e gjej dot. Unë nuk e di se ku e ke vëndi. Pa to nuk mund të fle dot. Dëgjoj, Milo. Mami na do të dyve me gjithë shpirt. Por ky udhëtim është vërtet i rëndësishëm për të. Kjo nuk do të thot që nata do të jetë e shkurtër pa mamin, apo jo? E di çfarë? Po shkoj të marr një fotografi të mamit dhe do ta vendos këtu. Kështu ajo do të jetë prandej gjatë gjithë natës. Në rregull. Mirë. Çfarë? Oh, batania ime vogël. Ups, më kujtohet që e futa në xhep sot në mëngjes kur iku mami. Oh, mirë. Po shkoj të marr fotografin. Më ka marrë malli për mamin. Ta solla, Milo. Mami është pranë teje tani. Faleminderit, babi. Tani me siguri që mua do më zër gjumi. Natën e mirë, Milo. Natën e mirë, babi. Mirupafshim së shpejti, mami.